Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, unë jam Endri Xhafo, mirë se vini në program. Sot Irani ka goditur bazën amerikane në Katar, në Doha. Ka një reagim ndërkombëtar për të gjithë këtë, dhe Ministeri i Punëve të Jashtme ka reaguar, ndërkohë që jo më larg se sa nesër dhe pas nesër do të fillojë në Hag të vendeve të ulta samiti i NATO-s ku merr pjesë edhe Shqipëria dhe ku do të jetë ndoshta rasti i parë mbas zgjedhjeve të 11 majit që kryeministri Edi Rama, pjesëmarrës në këtë samit, të përballet me presidentin Donald Trump, i cili dha urdhër që gjatë fundjavës avionët bombardues B-2 amerikan të godisnin sitet bërthamore të Iranit për nga dhe për shkallëzimi. Këtë çështje ne do të trajtojmë ditën e mërkurë, ku do të kemi një panel vërtet specialistësh dhe të zgjedhurish. Sot do të flasim pak për çështjet e politikës tonë, sepse prej paktën gati më shumë se një muaj, sot është data 23, pra ka një muaj e gjysëm, ose dhe më shumë po të llogarisësh ditët e fushatës, Gazmend Bardhi, kryetari i grupit parlamentar dhe për shkak detyrës nën kryetari i Partisë Demokratike, ishte zhdukur nga qarkullimi. Sot na ka ardhur në studio Gazmend Bardhi, përshëndetje, mirë se erdhe. Në fakt, gjatë fushatës kam qenë dalje mediatike, pas fushatës sigurisht që kam qenë një impenjuar. Keni qenë vetëm një herë, më duket, në opinion në fushatë? Po, sepse ishte një dalje e kalkuluar shumë kohë përpara, për shkak se agenda gjatë fushatës të dikton, po themi, për llogaritjen e avancë të daljeve mediatike për shkak të ngarkesës. Nuk kam asnjë lloj problemi me këtë. Faleminderit që gjetet kohë të vini tani dhe të bëni daljen e parë, për nga dhe titulli i programit sot Gazmend Bardhi thyen heshtjen. Kështu që për asnjë gjë në botë ne nuk mund ta linim këtë intervistë të bisedë bashkë. Aq më shumë që historia e rajonit të Gjirit Persik do të vazhdojë dhe nuk do të mbyllet. Kam kënaqësi të kem në studio Agim Baçin. Baçit kam vënë në krah të zotit Bardhi, Baçi. Ndërkohë që përballë mentor Kikia dhe Arber Hitaj, gazetar koleg nga Report TV. Faleminderit shumë që jemi bashkë. Të nderuar teleshikues, do të jemi për gati 1 orë 45 minuta pa pauzat publicitare për të folur me zotin Gazmend Bardhi. Thash dhe një kryetari i grupit parlamentar, nën kryetar i partisë dhe drejtues politik i qarkut Fier për rezultatin e Partisë Demokratike dhe atë që i vjen më pas. Unë kam vetëm një pyetje për ta filluar këtë bisedë, çfarë ndodhi? Ajo që kishim paralajmëruar dhe ajo që kishim thënë edhe përpara zgjedhjeve, që të ketë mundësi për një rezultat të drejtë, do duhet të ketë zgjedhje të drejta. Dhe tashmë pretendimet e opozitës nuk janë më thjesht pretendimet e opozitës, që gara 11 majit nuk ishte një gare drejtë, po ishte një gare deformuar, ku Partia Demokratike, por jo vetëm, i gjithë koalicioni opozitar nuk konkuroi, apo nuk ishte përballë një parti konkurrente, po kishte përballë shtetin, por edhe anët e errta të shtetit. Sigurisht ne do kemi kohë mjaftueshëm për ta detajuar, por fillimisht më duhet të them që unë jam njëri i zakonshëm si secili prej jush. Sigurisht që mund përballoj secilin në një garë të ndershme me mjete të barabarta, por e kam të pamundur unë dhe besoj secili prej kolegëve të mi në Partinë Demokratike që të përballojnë të bërë bashkë shtetin, krimin, policinë dhe madje hera herës edhe segmentet të caktuara të prokurisë. Këto as nuk munden dot, as nuk mund bësh betejë apo garë me synimin për t'i mundur, sepse është e pamundur. Po t'jap vetëm një shembull, kur ne kishim një shqetësim që do duhet të cilëte angazhimin e policisë shtetit, unë i bia telefonit të drejtorit të policisë dhe nuk merja një përgjigje. Nëse si drejtues politik, po, drejtorit qarkut, strukturave të policisë së qarkut. Nëse unë kam një shqetësim në zgjedhje si kandidat për deputet dhe kam përballë një band, presupozohet që unë do të marr armën dhe bëhem një lloj si banda, apo do duhet i drejtojmë institucionit. Në momentin që institucioni nuk më përgjigjet, dhe jo thjesht nuk më përgjigjet, por është palë në garë përballë meje, ju imagjinoni se çfarë gare ka qenë 11 maj. Dhe kjo ishte vetëm një shembull i thjesht, por sigurisht kemi mundësi besoj ta detajojmë. E bët grupet e vullnetarëve për mbrojtjen e votës, si quhet. Pse nuk e bët përsëri këtë herë? Pa diskutim që edhe kësaj here ishin grupet, por më duhet bëj një dallim shumë qartë. Në 2021 po është e vërtet, ne kishim përballë grupet kriminale, por nuk ka ndodhur kurrë që ne telefononin policinë e shtetit dhe ata të mos përgjigjeshin. Se çfarë bënin apo se kush ishte rezultati në finale është një gjë komplet tjetër. Por formalisht
ata ishin në detyrë dhe i përgjigjeshin çdo kërkese që ne kishim në raport me respektimin e ligjit. Do duhet më besoni, kësaj here policia e shtetit ishte Partia Socialiste që kishte zbatuar ato urdhër të Edi Ramës dëm pa kohë më parë, kishin hequr kapelen e punojësit policisë dhe ishin jo vetëm në mbrojtje të këtyre kriminalëve të angazhuar për të mbledhur vota për Partinë Socialiste, pa ata vetë të angazhuar në mbledhje votash. Ka pasur intimidimet kandidatëve tanë nga policia e shtetit, duke keq përdorur madje në disa raste, do kemë rast të ndalem gjatë, strukturat caktuara të prokurorisë, sikundër ka patur intimidimet vazhdueshme të strukturave tona. Dhe këtu po flasë për qarkun e Fierit, po kam përshtypjen është fenomen kombëtar. Çfarë ndodhte, Endre? Unë edhe tani që do të hapte kolegët, do t'i sugjeroj kolegëve të mbetemi pak te qarku i Fierit, pastaj kalojmë në makro. Nëse një kandidat i joni, sigurisht të njëjtën gjë bënin dhe me mua, po për shkak eksperiencës së gjatë dhe kalimit të disa situatave politike, personalisht nuk më bënte asnjë përshtypje. Por do duhet kemi parasysh që ne në listë për shkakun në qarkun e Fierit kishim 25 vjeçar. Kishim 30 vjeçar që kishin garën e tyre të parë elektorale dhe sigurisht ndjekja nga policia e shtetit, intimidimi nga policia e shtetit, përkundër nga grupet kriminale, i sillte një lloj impakti. Dhe çfarë ndodhte? Ne ndoqim një fushat derë më derë, sepse ishte e pamundur që ti të bëje grumbullime të mëdha për shkak se cilido që vinte në takimet e opozitës, kontaktohej nga shtabi dhe kërcënohej nga shtabi i Belinda Ballukut në qarkun e Fierit. Ne ndruam strategji dhe filluam fushat, pra nuk bënim më takime masive për të mos ekspozuar qytetarët që ishin mbështetës të Partisë Demokratike dhe nisëm fushatën derë më derë. Sa po iknin kandidatët e Partisë Demokratike në një zonë apo në një lagje, aty mbrinte si bandë një strukturë e tërë, 20-30 punonjës policie, që trokisnin çdo derë dhe i pyesnin çfarë donin kandidatët e Partisë Demokratike në shtëpinë tuaj. Pse erdhën kandidatët e Partisë Demokratike në shtëpinë tuaj? Dhe gjithë kjo klimë e përgjithshme sigurisht që solli ato që ka qenë keqardhja ime, 2 ka patur keqardhje. E para ka qenë jo thjesht fakti që qytetarët ishin të trembur apo të friksuar, por që kishin ceduar nga liria e tyre dhe pranonin frikën. Dhe e dyta ishte zhgënjimi absolut që unë kam patur nga task forca e prokurisë së posaçme, që u kthye në alibin më të madhe të Edi Ramës për grabitjen e këtyre zgjedhjeve. To kanë qenë 2, po themi keqardhjet më të mëdha të mijat gjatë kësaj fushate. Nuk ka qenë as rezultati. Partia Demokratike ka marrë 4 mandate, pra në gjithë historikun e këtij sistemi ka lëvizur mes 4 deri në 6 mandate. 3 herë ka marrë 4 mandate, 2 herë ka marrë 6 mandate, në 2009 dhe në 2021. Pra nuk është keqardhja ime rezultat. Sigurisht do kisha dashur të kishim një rezultat tjetër, jo thjesht në qarkun e Fierit, por në nivel kombëtar, por keqardhje më të madhe kanë patur qytetarët, jo thjesht kishin frikë, po kishin përfilluar ta pranonin frikën, pra kishin humbur besimin te zgjedhjet, jo tek politika. Ata gjykonin dhe mendonin në bashkëbisedime që kishim me ne, që qeverisja nuk ndryshohet më me zgjedhje, që Edi Rama do t'i grabis zgjedhje.